Nënës i digjet shpirti për ty. Nëna më jepte pjesën e saj të ushqimit dhe derisa e përcillte orizin nga pjata e saj në pjatën time më thoshte: "Biri im, haje këtë oriz se unë nuk jam e uritur. Biri im, gjithashtu haje këtë peshk, apo harron se unë nuk e ha peshkun? Biri im, nuk jam e lodhur. Biri im, ti pi se unë nuk jam e etur." Pastaj refuzoi pas vdekjes së prindit tim të martohet me burr tjetër duke thënë: "Nuk kam nevojë për dashuri." Kur refuzoi të braktis punën, ja veçova një pjesë të rrogës sime, por refuzoi ta merr duke thënë: "Biri im, ruaje pasurinë tënde se unë kam sa për nevojat e mia." Kur gjendja ime o përmisua, kërkova që të banën me mua. Mirë po, nuk deshi të më ngushton dhe më tha: "Biri im, unë nuk jam e mësuar të jetoj jetë komforte." Nëna u plag dhe arriti moshën e pleqërisë. E u sëmur nga kanceri dhe shkova ta vizitoj. Fillova të çaj dhe kur më pa ashtu më tha: "Biri im, mos çaj, unë nuk ndjej dhëmbje." Nga Arabishtja, Irfan Jahiu.